Jemi rikthyer në studio Ardit. Lasi Vita, strategu i famshëm amerikan që erdhi me aqbuj. Ku është tani se erdhi në fushat, iku prap në Amerikë, kur vjen sërish, dhe a pritet të sjellë ndonjë lajm të madh për PD-n? Fizikisht është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ditën e sotme ka pasur një takim online me të gjithë kandidatët e listës Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Një takim që të paktën atë që unë kam mundur të mësoj, ka dhënë disa lloj instruksionesh dhe këshilla për kandidat specifik, por edhe mesazhet kryesore. Për kë konkretisht mund të ketë por disa nuk do preferoja të ndalesha në emra të veçantë, po disa prej tyre pak si me vonesë? Nga ta listës hapur besoj. Po, kandidat listës hapur që ka pasur disa lloj piketime të veçanta dhe në tërësi pastaj mesazhet kryesore dhe se si do duhet të shpërndajnë ato, po themi, mesazhet kryesore të fushatës në këto ditë mbetura që janë më pak se 2 javë, 11 ditë e fundit të fushatës. Sa i takon nëse do të ketë apo s'do të ketë një surprizë të fundit, kam përshtypjen që e përmenda edhe pak më herë që stili fushatës që po bën zoti Lasi Vita ngjason me modelin e fushatës boxing campaign. Nëse do të ketë një last punch, një grush të fundit, do duhet ta shohim, por nëse nuk do të ishte, atëherë do të ishte diku një fushat zhgënjyese që Partia Demokratike e lë këtu ku është dhe lën ato kuota të cilat përfliten që ne diskutojmë, një pjesë e tyre dalin dhe në persondazhe, dhe që absolutisht nuk e bëjmë fituese. Nuk e bëjmë fituese në radhë parë dhe në radhë dytë e lën shumë poshtë nivelit të 2021-shit që është 59 vetë dhe 4 LSI-a apo Partia e Lirisë 63. Pa i hyrë llogarive, dakor. Lita, Lasi Vita. Duhet ta sjellë diçka të madhe, a ja ka vlerësuar? Partia Demokratike është një parti që ka fituar zgjedhje, ka humbur zgjedhje. Berisha është një kandidat për kryeminist që ka fituar, ka humbur zgjedhje. Nuk ka nevojë për këshilla amerikane se si të bëj fushat, ditë bëj fushat. Partia Demokratike ditë bëj fushata të ndryshme, i ka bërë dhe në të kaluarën, me sukses, disa i kanë dështuar. Lasi Vita është makjazhi, se ne jemi me Amerikën dhe kemi miq në Amerikë dhe... Makjazh jo. Tezën e ke mirë, po makjazh nuk të thosha. Se po ditë makjazh është falso. Po, si them unë, me remetim, si them një fasadë. Nuk është për fushat. Po, nuk është për fushat, po është për fushat. Ka qenë strategu i fushatës Trump. Shitet sikur po vjen për fushat, por në fakt do të shërbej për diçka tjetër. Ndoshta për Nongratën, ndoshta për pas zgjedhjeve dhe për gjithçka tjetër që ka nevojë Partia Demokratike. Por kandidatët për deputet Partisë Demokratike, sidomos ata të listat hapura, po hasin shumë vështirësi në terren, sepse nuk përgjigjen bashkëpunim si me strukturat e bazës, si me mungesën një shtabi qendror në Seli për Tiranën, për t'i koordinuar